Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari mori pjesë në ceremoninë e dorëzimit të qendrës së çaktivizimit të armëve të vogla dhe të lehta, një investim realizuar nga prezenca OSBE-s në Shqipëri në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme. Ai e cilësoi këtë projekt si një hap të rëndësishëm në forcimin e kapaciteteve të shtetit shqiptar për kontrollin e armëve të vogla dhe të lehta, municioneve dhe eksploziveve. Çaktivizimi i armëve është një instrument shumë i rëndësishëm për reduktimin e rrezikut që vjen nga armët e palishme dhe keqpërdorimi i tyre. Për këtë arsye, Ministria e Punëve të Brendshme e ka trajtuar këtë proces si një prioritet strategjik, me një shqetësje të plotë që përfshin kuadrin ligjor, procedurat teknike, infrastrukturën, pajisjet, trajnimin e specialistëve dhe mekanizmat e mbikëqyrjes. Ndërkohë, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hita tha se kjo qendër përfaqëson një investim të drejtë në sigurinë e vendit dhe brezave të ardhshëm. Ky investim përfaqëson një hap konkret në parafrimin e Shqipërisë me standardet e Bashkimit Evropian dhe praktikat më të mira ndërkombëtare, duke dhënë një kontribut të drejtë në luftën tonë pa kompromis kundër krimit të organizuar. Projekti ka mundësuar forcimin e kuadrit ligjor dhe rregullator përmes ndryshimeve dhe plotësimeve të rëndësishme në aktet në ligjore, duke sjellë parafrimin e standardit kombëtar për çaktivizimin e armëve të zjarrit me praktikat më të mira të OSBE-s dhe standarde ndërkombëtare. Ky projekt përfaqëson një nga bashkëpunimet më të rëndësishme ndërkombëtare në drejtim të reduktimit të rrezikut nga përhapja dhe keqpërdorimi i armëve të vogla dhe të lehta, duke krijuar një sistem të qëndrueshëm sigurie që synon parandalimin e qarkullimit të palishëm të armëve dhe forcim të mekanizmave të kontrollit.